Se shoh shumë mirë që po më ndërson për diçka. Sa që po më quan të obsesionuar dhe të fiksuar, Dolçe. Po, ashtu je, është e vërtet. Okej, baje mend thash këtë si moment. Unë jam një sinjora Tuja se qa kemi harroni thonë kësaj, tuja qa kemi thonë limit edhe në regull je. Nuk dua të flas, nuk flas. Sepse unë jam një zonjë. Ato qa kemi thonë limit, thuja, pastroja, ato qa me ndonë. Që dush me a thonë Dolçes, thuja. Duhet, ajo në tanto mua nuk duhet asi gjë. U mendimi saj mua s'mi intereson fare. Nuk më intereson mua Dolçe, atë intereson apo jo, nga që kam ta them dhe e them gjithmonë. Po thuja pra, mos ja thuj banorëve, pastaj vinë banorët këtu edhe thojnë, thuja qika të gjë Dolçe, që do thua gjithka. Po ma thuj mua, Dolçe kam diçka për të ta them, që ja thu këtyre? Jo, me mu jo se jo që ja Jo, jo të ma thua. Ska gjë, unë e mbaj mend e kujtoj prapë njëtin gjë kanë mendje. Do është një moment tjetër ndryshe. Absolutisht, unë nuk ndryshoj mendim. Mbaje vendin Dolçe si Unë jam sinjora. Në sinjora në çdo gjë që unë bëj jam sinjora. Në muhabetet, atëherë kemi për ta parë sinjora. Unë jam sinjora. Shumë bukur Dolçe, më pëlqen për vendos unë me këtë flas e kujt ti kthem unë përgjigje. Dhe vendos unë se kujt ti flas, me që jam sinjora. Jo, ajo e vendos unë me kujt ti flas. Tani ti merrem fjalët e mia. Dash mos dëgjoj Dolçe fare. Dhe nuk janë fjalët e tuaja, se nuk i ke shpik ti, as Albert Einstein. Unë i kam shpikur, të vinat, mos vinat. Unë jam një sinjora dhe di unë me këtë flasë e kujt ti kthem unë përgjigje. Vetëm për ty kemi xhelozi Dolçe, për askënd tjetër. Këtë nuk e thash, unë nuk e përmend fare këtë gjë xhelozie, absolutisht nuk ekziston në diksionarin tim fjala xheloze. T'ja them një fëmre ndaj meje, kur nuk e kam bërë dhe kur nuk do ta bëj. Dolçe, të lutem. Po të them aty që mendoj. Dolçe, nuk ka nevojë të flasim të xhelozi nuk ekziston në vokabularin tim. Kur s'ja kam thënë një fëmre je xheloze për mua. What the fuck? Po ti mua s'më pengon fare, që ta dish. As ti mua fare. Atëherë pse diskuton? Atëherë qa të bezdis? Të bezdis prezenca ime? Zero. Këtu dhe gjithandej. Atëherë pse diskuton? Mua vetëm më bezdisi njerëzit falc. Dhe kur nuk has falsifitet, unë e mas pak situatën. Unë me ty falc? Atëherë kur është për të thënë gjëja. Falc, po mua s'më intereson fare se qa do thush ti edhe qëfar mendon ti. Nuk më intereson fare se qa të intereson ty. Unë vetëm e di unë si Alba, do e flas atë që më takon mua, atëherë kur e mendoj unë që është për të folur. Po ti bëj qa të duash o vajzë, si mund të ndihmoj unë ty? Unë ty si mund të të ndihmoj? Mund të të ndihmoj me diçka? Nuk ke të më thuash ti mua çfarë të bëj unë. Ti merru me veten tënde nga drejtim. Po normal që në merrem unë, kur do merrem? Si mund të të ndihmoj vajzë e dashur? Mund të të ndihmoj me diçka? Nuk ke fare pozita për të më ndihmuar mua. Po normal që s'jam. Dhe merrem me ty unë. Si mund të të ndihmoj vajzë? Ka në mënyrë që mund të ndihmoj? Kur do merresh me mua, mos më bëj pyetje që nuk e ke me shpirt, me zemër, vetëm sa për sy e faqe. Si mund të të ndihmoj? Asgjë. Si bie do të gomarit, i bie samarit. Mua s'më intereson fare se qa mendon ti o vajzë dashur. Situata falsifitet për diçka nga ana jote. Edhe do vi momenti kam për të ta thënë. E po atër nuk ke pse reagon kur nuk të pengon dhe nuk të ndryshon mendimi. Unë thash vetëm lëndrimit i thash, okej, fol pra. Unë nuk thash gjë, nuk më intereson fare se qa mendimi keni ju për mua, vlla. Mos t'ju vi natë kjo gjë. Nuk ka lidhje. As qa ju mund të thoni, mua s'më pengon. Unë e them atë që mendoj unë. Mua s'më pengon as edhe një gjë çfarë ju mund të nxjerrni nga goja. Nuk ke nevojë vajzë dashur të zgjasësh vajzë dashur, si mund të të ndihmoj? A mund të të ndihmoj me diçka? Dhe ajo që thua Alba ripërsërit se si të tjerë dhe ti po bësh si Alba tani. A mund të të ndihmoj me diçka? Vazhdimisht fjalët e njëjta. Nëse mund të ndihmoj dikë, ndihmoj me shpirt. A ka diçka që po të tensionon Dolçe? Jo, absolutisht jo. Dhe mos më thuaj mua mund të ndihmoj me diçka, se ke nevojë për ndihmë. Para që nuk kam nevojë të merrem me Albën, nuk dua të merrem me ty dhe po bëj. Jo, e vendosun kujt i kthej përgjigje tash. Sinjora nuk bën pyetje sa për sy e faqe, bën nga shpirti dhe jo sa për sy e faqe. O Dio. Është realiteti. Amore, ti mua s'më pengon fare, në asnjë gjë në jetën time, as në lojë s'më pengon. Dolçe. Nuk e di, mund të të ndihmoj me diçka? Dolçe, të lutem. Mos më bëj shpirje sa për sy e faqe. Se sa po e pranove që s'do me u marrë me mu, dhe pyetjet atë të ndihmoj diçka, janë sa për sy e faqe. Një senjora që mban qëndrim e bën nga realiteti se ndjen. Jo sa për sy e faqe për lojë fjalësh. Po unë jam Alba, unë shuhem për këtë gjë. Po ata që më bëjnë mua moralin që mos u bëj ripërsëritse, le mos bëhen vetë atëherë. Shumë e thjeshtë. Ja, prap merret me Dolçen.
Shumë e thjesht Londra. Vazhdo meru me dolcen, se vetëm kjo i ka ngelur. Amore.